Në programin tonë të Aleancës për aspektin e mbrojtjes, kemi synim edhe kemi vendosur si prioritet rritjen e GDP-s, e përqindjes të GDP-s në 4, ashtu sikurse e ka vendosur standardin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO është në atë drejtim. Ne kemi mundësi sepse në Kosovë ka para fatkeqësisht që nuk i kanë investuar gjatë këtyre viteve. Dhe arritja e 4% të GDP-s për mbrojtje është jo vetëm i mundshëm, por i domosdoshëm. Dhe kjo nënkupton që për 4 vjet të ardhshme ne do të investojmë në programet mbrojtjes 2 miliard e 240 milion të ndara sipas viteve dhe të precizuara në tërë kapacitetet. Dhe këtu hyn për shembull edhe strehimorët që do të ndërtohen në secilën komunë, edhe përgatitja e trive, pra shërbitja e trive për ushtri e polici, edhe rritja e kapacitetit të zjarrfrekësve, edhe rritja e kapacitetit të emergjencave, sepse fatkeqësisht këta që nuk e kuptojnë sigurinë kombëtare mendojnë që vetëm një digaster është mbrojtja, e mbrojtja është shumë më e gjerë dhe duhet të jetë gjithë përfshirëse.